Një ditë para protestës kombëtare të opozitës, kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu ju bëri thirrje qytetarëve që t'i bashkohen protestës se të ngrihen në revolt kundër korrupsionit të qeverisë Rama. Gjatë mbledhjes së kryesisë së Partisë Republikane, Mediu shpreh se çdo qytetar duhet të jetë prezent e të luftojë për të ndryshuar realitetin e dominuar nga krimi e korrupsioni që ka prodhuar qeverisja e Edi Ramës. Duke filluar nga raporti OSBE për të vazhduar pastaj me qëndrimin IDU-s apo CDI, për sa i përket korrupsionit, krimit organizuar, lidhet me kartelet e drogës, manipulimin e zgjedhjeve të ndershme, farsat zgjedhore të organizuara nga qeveria, njësimin e qeverisë me partinë pushtet dhe përdorimin e krimit për të intimiduar bler vota dhe për të përzgjedhur deputetën kombëtar të Shqipërisë, unë mendoj që ka ardhur koha që ne, si opozitë, por edhe si qytetarë, kuptojmë rolin që kemi. Kemi po ashtu edhe një rritje galopante të korrupsionit dhe lidhjeve të organizuar me qeverisjen në vend. Opozita do të protestojë ditën e hënë në orën 18 para kryeministrisë duke kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama pas publikimit të aferave të reja korruptive dhe pengimit që po i bën drejtësisë në rastin e Belinda Ballukut, duke kërkuar krijimin e një qeverie teknike që do të çojë vendin në zgjedhje të lira e të ndershme.